Me ardhjen e majit dhe afrimin e ditëve të ngrohta, Ulqini nis zyrtarisht përgatitjen për sezonin e ri turistik. Në qendër të vëmendjes këtë vit është edhe kalaja Ulqinit si çdo herë, një nga thesaret më të çmuara historike të qytetit, e cila po përgatitet me kujdes për të mirëpritur turistët nga mbar bota. Punimet për pastrim, sistemim si edhe nisma të reja kulturore e turistike po zhvillohen me qëllim që vizitorët të kenë një përvojë sa më të pasur dhe autentike. Kalaja nuk është vetëm një destinacion historik, por edhe një dëshmi e gjallë e trashëgimisë së Ulqinit, që çdo vit tërheq mijëra vizitor. Përfaqësues të komunitetit lokal, përfshirë edhe shoqatën e miqve të kalas, theksojnë se këtë sezon duan të ofrojnë më shumë mikpritje tradicionale, ngritje kulturore dhe një ambient që reflekton bukurinë dhe shpirtin e vërtet të qytetit bregdetar. Faleminderit për vëmendjen si na kushtoni ne, kalaja meriton të fillohet me kala. Me 1 maj zyrtarisht bëhet hapja e sezonit turistik në tërë malin e zi. Kështu edhe kena në Ulqin, mendoj se edhe Zoti na shef edhe na ka çuar edhe dhe me fillu me motin e mirë. Unë mendoj se sezoni turistik ka me qenë në nivelin e tij të kaluarit, pasi që duhen të dinë të shikuesët e nderuar se mali i zi nuk ka plane a strategji për sezon. Për turizm, për asgjë gjë, ne kemi aeroporte, ne kemi shumë gjëra, mos më thon për rrugët të cilat janë plot me automobile të vjetër, të gjithë dojnë me dalë në automobile me pikafe në ranë konkret në Ulqin kena, ata në Malizi është në përgjithësi njësoj. Mirë po, na kemi shpresën se do të ndërgjegjësohemi paksa dhe t'i lamë automjetët tonë në parkinge dhe në vende ku lypet që me lanë mysafirëve. Kalaja si gjithmonë fillon e para. Në Kala i keni të gjithë restorantët të hapur, rezidenca e mbalsheve, Palata Venecia, të gjithë apartamentet janë të hapur, janë të përgatitur. Kalalit nuk dalin ma me kërku mysafir në për ranë, apo të ketë tjetër të gjithë vinë sot në për internet. Kështu si na jemi të kënaqur, shoh se ka lëvizje të mëdha, vinë grupe mysafirësh, edhe unë kam mysafir. Ma tepër i kemi tash nga Gjermania, janë prej Litvane, për gjithë se ketë. Unë dje kam papi Turqie, prej Egjiptit, tash është një grup e Austrie të cilët banojnë dhe kalojnë pushimet e tyre mbasi janë 3-4 ditë në Palata Venecia, kam biseduar me ta, me shoqërues të tyre. Kështu si mendoj se kanë munduar nga qyteti jonë me mbresë të bukura e ne duhemi të mundohemi. Ti presim sa më mirë, ka stënë edhe thamun se na kalaja gjithmonë i pret mysafir me zemra dhe me porta të hapura. I keni pa kur s'kan më mbyll portat e kalas dhe kalaja është gjithmonë, është e pastërt, është rregull, ka disiplinë, të gjithë restorantet janë të hapur. Mendoj se ka më qenë mirë. Është kalaja përgatitur edhe nga mënyra e infrastrukturës, janë të rregulluara të gjitha ato që turistët të kenë më lehtë ta vizitojnë dhe të kënaqen? Kalaja është rregulluar, kaldramin e kemi në rregull, rrugët janë të pastërt. Unë kam pas gjithmonë propozimin si gjatë verës me u hek traktorët, domethënë me u ble, lypet me pas me shembullin me ba organizatë komunale, me bleat mjetin, ashtu siç e ka Palata Venecia, me të cilën mundën hem u mbart pijet, hem valizhet e bagazhi e mysafirët të cilët vinë. Unë s'tam i hek fare traktore se na lypet na nevojiten për ndërtime, por gjatë verës lypet me pas qetësira aty. Mysafirët të cilët pagojnë këto në kalan tonë bujtjen, me fjetë, me kalu. Për të edhe ne i ftojmë në veçanti vëllezërit tonë nga Kosova të vizitojnë qytetin tonë, të vinë gjatë vikendeve se kalaja dhe qyteti ynë është i përgatitur për turistëm. Shoh se po asfaltohen të gjithë rrugë, po bëhet edhe infrastruktura, si vjet ka me pas edhe ma pak probleme me ujë të pishëm, pasi që janë të ju ndru, janë të ju lidhna të ujësjelljen regional. Kështu si unë mendoj se është mirë edhe ka me qenë mirë. Mendoj se edhe kryetarin e kemi të shprej Kalas, i cili është i ba një luftë të madhe për mos na u marrin plazha madhe. Kështu si të gjithë ata pjesëmarrësit të cilët bajnë këtë luftë janë për të lëvdruar, sepse nuk kemi na kundër investimeve, por na kemi kundër atyre të cilët bahen në tavalin, ashtu si thomë na, nuk është e mundur dhe nuk është e preterueshme me unap të gjithë plazhimet. Le të ndalemi pak edhe tek festa e 1 majit, e cekme që sezoni hapet edhe me festën e 1 majit. Si e shihni 1 majin si një mundësi për të promovuar Kalan dhe Ulqinin në përgjithësi?
Kalaja është e promovuar derisa të jem në gjallë. Kalaja ka më qenë gjithmonë e hapur, gjithmonë është e bukur, e pastërt dhe gjithmonë i pret ata që edhe një herë mysafirët me zemër dhe me portat e hapura. Ulqini në përgjithësi i pret me 1 maj të gjithë mysafirët. Buna ka më qenë plet, të gjithë ato shtëpitë të cilët janë atje kanë më qenë një vend takimi për të ri, në veçanti plazhet të hapura, të gjithë të përgatitura. Plazhet tona kanë mbi 13 ose 14 flamure blu, do thanë kualiteti evropian në maje të maje, si thomë në kështu, si plazhi më thjesht një parajs në botë. Për te edhe ne duhet të luftojmë që aja të mbes qytetit tonë dhe aty në të cilët do të vinë pas nesh, se nuk është preterueshme si me unap një pjesë e cila 100 vjet me unap dikoj. Unë kam pas eksperiencë dhe kam eksperiencë me karizmen, ku kam qenë si shoqërues me beç, nuk më kanë lanë me hy. Kështu si nuk dom na gjatë mshefta, na dom haptos për gjithë se kënd. Shikoni Porto Montenegro, unë shkem me mysafir shpesh atje, pagohet €1 për mysafir dhe mund të pini kafe ku doni, kërkush nuk ju frenën. Na luftojmë për turizëm, se turizmi është një mall i cili prishet më shpejt, nëse nuk jeni të mirën, nëse nuk jeni sjellshëm, duhen të dini se hupen turistët. Jo kemi konkurrent Shqipërinë, në anën tjetër dhe kemi qytete tjerë. Kështu si ne mendojmë se kemi me kalu bukur, por duhet të sjellemi më mirë me mysafir, duhet të kemi atë për parking për mysafir, duhet të lam automobilat në shtëpi tonë dhe duhet të bëm vend mysafirëve të kenë ku me parku automobilin. Automobilet mjetet e tyne, se mysafirët me automobile janë ata më të mirët, por sa janë ndru kushtet, nuk është ma si kanë ardhur dikur kur kanë punuar, për shembull kanë qenë 1 javë, 2 javë, 3 javë, kanë fjetë, s'kan mujt ku me ik. Sa janë të gjithë me telefonën në xhep, edhe nëse ju nuk i pritni mirë, nuk silleni mirë, ata nuk vinë më. E qëllimi është që mysafirët me u kthej përsëri.